Good afternoon, everybody. Mirë dita dhe mirë se vini në informimin javor të dhomave të specializuara të Kosovës, ku synojmë të ofrojmë gazetarëve informacion të përditësuar mbi zhvillimet e fundit në gjykat dhe mundësinë për të bërë pyetje. Në e Hashim Thaçit, Bashkim Smakaj, Disni Kilaj, Tabil Fazliu dhe Herdin Kuçit, lidhur me ndikimin e pretenduar ndaj dëshmitarëve, gjykatësi vetëm më 22 maj pranoi si provë një akt ekspertizë të dorëzuar prej mbrojtjes, si konstatoi se ajo ishte relevante për çështjen gjyqësore, se eksperti në fjalë kishte kualifikime përkatëse dhe se ishte autentike, pasi ishte e qartë cili ishte autori i akt ekspertizës. Gjithashtu, gjykatësi e vetëm mbajti parasysh se prokuroria nuk kundërshtoi pranimin e akt ekspertizës dhe rikujtoi se aspektet metodologjike që kontestohen prej palëve dhe relevanca opinioneve të ekspertit lidhen me peshën që do t'i jepet akt ekspertizës dhe dëshmisë që do të vlerësohet prej gjykatësit të vetëm në kuadër të tërësisë së provave të pranuara gjatë gjykimit. Për kujtesë, gjykatësi i vetëm u kishte kërkuar palëve të përgatisnin dosjet gjyqësore përfundimtare deri më 19 qershor 2026 ose brenda një kohe të shkurtër më pas. Në gjykimin Thaçi dhe të tjerët, në çështjen gjyqësore për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, u bë publik versioni i redaktuar publik i dosjes gjyqësore përfundimtare të prokurorisë i datës 21 janar dhe mund të gjendet në faqen e internetit të dhomave të specializuara. Parashtrimet e protokolluara publike në dhomat e specializuara janë të qasshme për publikun menjëherë pasi lëshohen. Gjykatësit gjithashtu sigurojnë që parashtrimet e protokolluara më parë si konfidenciale të bëhen publike sa më parë ose që versionet e redaktuara publike të lëshohen në momentin më të hershëm të mundshëm. Kaq kishim për sot, nëse ka pyetje do të përgjigjem me kënaqësi.